Big Brother VIP Kosova 4 do të realizojë një shkëmbim banorësh me reality show-n italian Grande Fratello. Lajmi u bë i ditur nga moderatori Alaudin Hamiti gjatë trajnit, ku ai njoftoi se të premten një konkurrent i edicionit kosovar do të transferohet për një javë në versionin italian. Banorja e përzgjedhur për këtë eksperiencë është Dolce, e cila u vlerësua nga publiku dhe opinionistat si kandidatura më e përshtatshme për ta përfaqësuar formatin në Itali. Mbetet të shihet se si do të paraqitet ajo gjatë qëndrimit një javor në shtëpinë italiane, ndërsa më shumë detaje pritet të zbulohen në ditët në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.